Emisioni Familja ime mbështetet nga Art Motion, Komodita, Prince Cafe. Përshëndetje të nderuar shikues, uroj të jeni mirë kudo që jeni. Me mua Mirjetën e familja ime do t'i trajtojmë sot dy tema. Njëra ka të bëjë me shëndetin e gruas, në veçanti atë gjatë stinës vjeshtës, mund të mësoni pak më shumë për ndryshimet që mund të shkaktohen pra në trupin ton. Dhe gjithsesi do flasim edhe për një vendim të cilin tashmë ka marrë Kina, ka të bëjë pra me ndalimin e influencerëve që flasin për tema që nuk kanë studiuar apo nuk janë kompetent. Këtë temë do e trajtojmë me Labinot Konushevci, sociolog. Anita, si çdo herë, ka përgatitur materiale që të përmbushin emisionin. Mirë se erdhe, Anita. Përshëndetje Mirjeta, përshëndetje për ty dhe gjitha familjet që po na ndjekin familja ime këtu në Plankë. Faleminderit, edhe unë i përshëndet gjitha ata të cilët janë të shumë, na shkruajnë shumë komente dhe tregojnë se sa më rëndësishme janë temat që trajtojmë ne, sikurse edhe sot që kemi përgjedhur dy nga ato. Dy nga ato që mjaft janë të rëndësishme që janë aktuale të themi. Si gjithmonë, i sjellë dy materiale për secilin edicion të emisionit Familja ime. Këtë herë po e nisim pra me rubrikën e këshillës, që është pra rubrika e dytë, që sa i përket nga edicioni i kaluar që kemi pasur me virozat. Vazhdojmë të flasim për virozat, se si ti marrim pra vitaminat, se si të kujdesemi gjatë kësaj kohe që vetëse kemi shumë gripe që po na ndjekin, themi nuk po na lejnë rahat. Ndërsa materiali i dytë ka të bëj pra me temën që vetëse do e flasim pas pak në studio, me rrjetet sociale në përgjithësi. Por që fokusin kryesore kam lënë tek fëmijët, se si ti kujdesemi për ta, pra ti përdorin ato në mënyrë të duhur dhe jo të keq përdoren rrjetet sociale, pasi që mund të mësojmë prej tyre mjaft shumë. Apo edhe të dezinformohen, siç është. Por mundemi edhe të dezinformohemi, pra siç edhe e kemi temën e që do e flasim. Po, me padurim vi pres me realizohet dy intervistat të cilat janë shumë të këndshme dhe shumë të dobishme. Takohemi pas pak ta shohim materialin. Gjatë muajit tetor, muajit roz, emisioni Familja ime gjithmonë sjell materiale sensibilizuese për kancerin e gjirit. Kanceri i gjirit nuk njeh moshë, nuk njeh as gjini. Ndaj edhe sot do kemi një panel diskutimi ku do mund të dëgjoni rrëfime personale të shumë grave që vetëse kanë tejkaluar këtë sëmundje. Edhe po e kalojnë faktikisht. Përmes këtij paneli do mund të dëgjoni edhe rrëfime të tjera, do mund të dëgjoni informata të rëndësishme mbi kancerin e gjirit. Gjatë këtij momenti edhe unë jam mjaft e prekshme dhe emocionale mbi këtë temë. Ndaj, unë juftoj të gjitha grave që të diagnostifikoheni sa më herët, të trajtoheni dhe të kujdeseni për shëndetin e juaj. Bëjni mamografit, bëjni testimet që të parandaloni sa më herët këtë sëmundje. Zbulimi i hershëm i kancerit të gjirit shpëton jetë. Pikërisht për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të ndarë përvojat personale, festivali Shliroj Cicat organizoi konferencën Lufta e dy fisht, gratë me kancer të gjirit dhe mbështetja nga partnerët. Ky aktivitet mblodhi panelist e pjesëmarrës që qëllim kanë përmirësimin e shëndetit të grave. Kur kush nuk vjen me ju kontrollu në shtëpi, po mendoj me ditë si e keni ju gjitë, apo ka ndryshu diçka, apo s'ka ndryshu. Do me thonë është me rëndësi me ditë gjendjen e juj dhe situatën e juj personale, që me ditë kur me kërku ndihjem. Fatkeqësisht, jo të gjitha gratë që përballen me kancerin e gjirit gjejnë mbështetje nga partnerët e tyre. Si ndikon psikologjikisht braktisja e partnerit të gratë që po përballen me kancerin e gjirit? Shumë e trisht normal, emocionalisht dhe në jetën praktike pastaj se ka mungu për kraja dhe vetu dosht. Po me kohë e kum kuptu që numër 1 jam unë, nuk ke kush ke afër meje, edhe a jam ka shty. Dhe normal, e letë s'ka qenë,
as pak, por e mundshme, siç po shihet. E mundshme. Pas një kohë nuk është aq me rëndësi pastaj që partneri duhet tash me të përkrahë, sepse ti vetëm me të ndihesh e plot apo prap me vlerë mbas gjithë kësaj betejë dhe krijohet ajo. Po duhet me punu shumë me vetveten. Është një proces, apo? Po, një proces. I vështirë. Po, i vështirë dhe zgjat. Me pas durimin me vetveten. Edhe si thash, me vendos veten numër 1. Ky takim i sotëm duhet na inspiroj që ta kemi pikërisht një hulumtim të targetuar se sa ndikon kanceri i gjirit në divorc. Në nivel global është një tjetër lloj kancerit me cilin ballafaqohen gratë, që është kanceri i qafës së nutrës, që e rrit në përqindje shumë të madhe shkallën e divorcit. Ndërsa te burrat është kanceri i testikujve, që e rrit përqindjen e divorcit do të thotë të çifteve. Përveç sfidave fizike, pacientët me kancer të gjirit përballen shpesh edhe me vështirësi emocionale e psikologjike. Ankthi, frika dhe depresioni mund të bëhen të rënda, duke ndikuar ndonjëherë edhe në mendime vetvrasëse. Gratë, mas pari personat që kalojnë kancerin, sidomos ata që kanë një vit ose 2 mase që kanë kalu kancerin, janë njën e për grupeve më të rrezikuar prej vetvrasjes. Dikon shifrat janë 30 ose 40% më të larta se sa popullata e përgjithshme që kanë domethënë rrezik për vetvrasje. Edhe sidomos gratë, pasi që kalojnë kancerin e gjirit, sidomos ato që kanë pas operim, kanë edhe një rrezikshmëri edhe më të lartë. Edhe si mjek, ne kem pa për shembull një djalë, një vajzë të ri do të thej unë, kur për shembull familja ka mund me ndiku, nana vjera, me i thonë nuk du me pas shtëpi person të smut, edhe ka sjell deri po janë raste shumë traume, ose kem raste kur pas 20-25 vjet përvoj pune, përvoj martese, ndohen. Po janë shumë tralla dhe kjo është një gjë shumë e mirë që të ndodh shpesh. Po në përgjithësi do të femrat cilët kanë kancer të gjirit, po lloje tjera të kancerit janë jo heroinat vërteta, po janë njerëz shumë të fortë, edhe psikikisht, edhe motivues. Nuk kime mujt mi gjithë me një muhabet zgjidhje persone që është kalu me kancer, ose edhe me çfarë do problemi tjetër. Çka është rëndësishme është me ju qas, me i thonë që me i bo me dije që i aty për me dëgju, që aty për me mbështet, edhe me jallon mundësin mas një persone që mu shprej nëse ajo sa jo dhe dënë, dhe me thonë, me ndonë që ato informata. Edhe që është mënyra ma e mirë për me kriju qatë dialogën, edhe mas një në qatë proces është mirë veç më kohën sa ma me respekt ndaj individit. Në kuadër të festivalit u zhvilluan gjithashtu punëtori praktike, seanca yoga relaksuese dhe punëtori ceramike, që synonin të ofronin grave një hapësirë qetësie, krijimtarie dhe lidhje emocionale me veten dhe të tjerët. Të ndërruar shikues, tashmë jemi në studio për të filluar bisedën të cilën ju kam paralajmëruar për apërsinën e vjeshtës, do t'ju sillim shumë informacione, por kësaj radhe jo nuk do flasim për bukuritë e saj, por për ndryshimet që mund të na shkaktoj në trupin dhe mendjen tonë. Andaj kam të ftuar zonën Pranvera Osmani, farmaciste nutricioniste, për të diskutuar pra për ndryshimet hormonale të shëndetit të gruas në këtë stin. Mirë se erdhe Pranvera. Mirë se gjeta, Mirjet. Faleminderit për kohën që ke gjetë, se flasim për këtë temë dhe shumë të rëndësishme, realisht. Çfarë roli kanë gjumi, ushqimi, aktiviteti fizik në forcimin e imunitetit tek gra gjatë kësaj stine? Të trijat, ose thujse shumë faktorë ndikojnë në rritjen e imunitetit të gratë, të the është aktiviteti fizik, është ushqimi, është gjumi gjithsesi, kështu që këto janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, edhe bashkë kur
i marim ashtu qysh rekomandon shkenca, ne do ta kemi edhe imunitetin e mirë. Gjumi e para, nëse nuk flajmë mjaftueshëm atë sa rekomandohet, gjithsesi do të rritet niveli i hormonit të stresit, që ka emrin kortizol, që kohët e fundit e ndëgjojmë shpesh kortizolin, dhe ajo pastaj ndikon gjithsesi në metabolizëm të këtyre makronutrientëve, ose të themi materieve të nevojshme që nevojiten organizmit, pastaj kemi stres, nuk mundemi me flajt mjaftueshëm, edhe direkt ajo pastaj ndikon në krijimin edhe në rritjen e qelizave imunitare, kështu që gjithsesi do të kemi një rënje të imunitetit. Kur jemi pasiv, s'kemi aktivitet fizik, normalisht që ndjehemi më të lodhur, sepse ka aty hormone që nuk rritet prodhimi tyre në organizëm. Dojmë pak aktivitet. Eksakt, ato hormonet e lumturisë që kërkojnë pak aktivitet fizik, edhe kemi mundje akoma më të lodhur, akoma më të deprimuar ose demotivuar, edhe gjithsesi do të kemi rritje të peshës pastaj që edhe ajo ka ndikim negativ në imunitet. Edhe kështu që këto janë komponentat të lidhura në mesveti gjithsesi. Ushqimin e dim, gjithsesi ushqimi është kryesorja që ndikon në marrjen e vitaminave, mineraleve, antioksidantëve, të cilat ndikojnë direkt në rritjen e imunitetit. E vërtet, atë pse pikërisht vjeshta është kjo periudhë ku i sjell gjithë këto, për shembull lodhjen, stresin, ndonjëherë edhe ndryshimin emocional, hormonal, gjithsesi. Pse në këtë stil? Vjeshta dhe dimri janë periudhat kohore të vitit kur kemi ma pak diell. Në princip, dielli është ai që neve na ndriçon, kështu që kemi dritë ma pak, tash edhe pak ndron ora, edhe çka nuk kupton, sakt, çka nuk kupton që ne shohim më shumë natë se sa ditë. Edhe trupi pastaj është i prirur, tjetë më pasiv, gjithsesi kemi ma pak edhe vitamin D, sepse nuk kemi diell mjaftueshëm, edhe ato janë krejt të lidhura ndërmjet veti, që pastaj ndikojnë në prodhimin e hormoneve, të cilat neve na lumturojnë, në prodhimin e hormoneve që është estrogeni dhe progesteroni, të femrat po flasim, ndikojnë pastaj edhe në gjumë, ndikojnë në stres, ndikojnë pastaj edhe në metabolizëm, që nuk kupton kemi mundësi me shtu pesh pak më shumë, edhe gjithsesi pastaj ka ndikim, domethënë, në këto hormonet që ndikojnë në emocionet tona, edhe ndjehemi të demotivuar, ndjehemi që s'kemi energji absolutisht për gjë. Edhe për atë pasditeve pastaj është pak më e vështirë me zhvillu aktivitetet rutinore. Kur po flasim për vitaminën D, sa është rëndësishme që gjatë kësaj faze, pra gjatë stinës së vjeshtës, së dimrit, ta marrim atë përmes barnave apo edhe përmes ushqimeve që vetë zavendësojnë këtë vitaminë? E para që ka duhet të tentojmë është fillimisht të tentojmë me ushqime ta marrim vitaminën D, por kur shohim pastaj që mungon dielli, mungojnë ushqimet adekuate, siç është për shembull veza, peshku, mishi, këto ushqime të cilat përmbajnë yndyrna pak më shumë, edhe sasi më të madhe të vitaminës D, nëse këto mungojnë, atëherë duhet ta testojmë nivelin e vitaminës D fillimisht, e pastaj të marrim suplemente shtesë. E fundit është ajo suplemente shtesë. Domethënë gjithmonë duhet të tentojmë në mënyrë natyrale përmes ushqimit edhe përmes diellit. Nëse këto dy atë mungojnë, duhet të kalojmë në shtesa suplementare. E vërtet, mirëqenia emocionale është shumë e rëndësishme, dhe është temë që është duke diskutuar shumë, andaj edhe ndikon në sistemin imunitar. Në këtë stin kemi edhe lëkurë, më të thatë, bien flokët, si duhet menaxhuar? Edhe kjo është shumë e rëndësishme në periudhën e vjeshtës, me që po flasim për këtë kohë. Vjeshta e dim që bin temperaturat, realisht edhe dimrit na bin temperaturat, shkojnë të ra. Çka ndodh këtu, kemi thatësi më të madhe, ullet lagështia, kemi thatësi më të madhe. Çka nuk kupton kjo, që ky ajër ka me marrë lagështim prej lëkurës tonë, ose prej flokëve tona, ose prej thonjve tonë, që këto krejt janë organe shumë të rëndësishme të trupit. Edhe ne mandej mbesim pa atë hidratimin që i nevojitet flokëve, për atë mandej flokët mujnë mu bo atë thata, mujnë mu bo atë brishta, bin pak ma shumë këtë periudhë kohore, ose thonjë thehen, ose lëkura bëhet shumë ma e thatë, ma e vrazhgët. Kështu që këtu është shumë e rëndësishme të punojmë
me produktet adekuate. Realisht një krem të fytyrës ta përdorim, po duhet kemi kujdes, se fatkeqësisht po them sot në tregun ton ka numër jashtëzakonisht i madh i produkteve të cilat janë për trajtimin e lëkurës ose të flokëve, po duhet ta përgjigjem ato adekuatën për tipin e lëkurës sonë. Pra të përdorim. Cilat janë gabimet që i bëjmë, do thotë se përket mirëmbajtjes së lëkurës në këtë stin? Për shembull nuk përdorim krema hidratuese. Që shembull konkret ose serume hidratuese. Duhet përdorim një krem që përmban për shembull acid hialuronik që ta hidraton lëkurën. Pse se tham ajri është ai që neve na merr tash ujin, lagështin, domethënë edhe nga flokët edhe nga lëkura, ose shamponin hidratues që përmban një substancë e cila jep hidratim pak më të madh qoftë në flokë, qoftë në lëkurë, ose serumet për lëkurë që janë të ndryshme. Ose gabim tjetër është që ne ne ngatrojmë zakonisht për tiparet lëkurës, pra shembull i marrim të gabueshme nga ajo që vetë kemi ne lëkurën. Pikrisht edhe kjo që ndron sepse duhet kemi kujdes çfarë produkti po përzgjedhim. Të konsultohemi me profesionistë të fushës, ka eksperta, unë kam kolege që kanë subspecializime që mirën me produktet e kozmetikologjisë për shembull. Duhet i konsultojmë njerëzit kompetent, sot kemi qasje shumë të lehtë edhe në për platformat sociale të ndryshme ku tregojnë, japin edukim të vazhdueshëm, video edukative për marrim informacionet adekuate prej personave adekuat. Ata na informojnë cilat produkte sakt çka përmbajnë edhe cilat janë adekuate dhe çaj ruajnë hidratimin ose kanë përmbajnë antioksidant. Ato kështu e thonë për shembull ne në periudhën e vjeshtës edhe dimrit është shumë e rëndësishme me përdor produkte të cilat përmbajnë antioksidant. Sepse ato na mbrojnë prej këtyre agresorëve tash që ndodhen për shembull prej smogit, prej pluhurit, prej mjegulla për shembull ose edhe dje edhe gjatë javës mëngjesit të hershme kanë qenë më shumë mjegull. Kështu që nëse përdorim produkte, qoftë serume, qoftë krema që përmbajnë antioksidantë, qoftë vitamin C, qoftë vitamin E, ato gjithsesi që kanë me kriju një farë barriere mbrojtëse dhe nuk i lejojnë me u fut brenda. Ka tash gabime tjera pastaj kur përzgjedhim gabimisht produktet, cilat përmbajnë për shembull shumë substanca agresive që e irritojnë e shkatërrojnë atë mbrojtjen ato yndyrnat e mira të lëkurës, edhe aty mandej lejojnë hyrjen edhe daljen e çdo substance që është e Po stresi ndikon në pamjen e jashtme në lëkurën tonë ku e dim që kemi një jetë të përmbushur me stres. Po, gjithçysh ndikon. Stresi është faktori numër 1 që ndikon në dukje, qoftë flokë, qoftë lëkurë, qoftë në fajin. Stres nuk është veç mu bu nervoz, nuk është veç atëherë stresi. Stres është me prej gishtin, çto me dal gjak. Ajo është stres për trupin. Ne nuk e përjetojmë, dikush ka emocione, i menaxhon emocionet, nuk e përjetojmë në mënyrë të keqe. Por trupi brenda përjeton keq. Stres konsiderohet edhe nëse për shembull del me vrapu 2 orë pa ndërprer. Trupi përjeton stres. Jo vedia jonë. Ose stres mundet mu konsideru edhe nëse nuk flajmë natën, nuk na merr gjumi, trupi përjeton stres. Kështu që kur trupi përjeton qëtë stres, lirohet qaj hormoni i stresit, kortizoli, rritet shumë, çka ndodh mandej, kemi çrregullim të ciklit, kemi akne në fytyrë, kemi për shembull edhe probleme, shembull femrat për shtatzanit të mundshme, kemi pastaj edhe eksakt vëmendje për qëndrim, kemi pastaj probleme me peshën, se çrregullohet metabolizmi komplet, kështu që gjithsesi hormonet kanë rëndësi shumë të madhe edhe në dukjen e jashtme, në disponim me lëkurën flokët. Amo si me menaxhu është shumë personale mas në kjo çështje. Të flasim edhe pak për anemin, që unë besoj që është edhe kjo një temë shumë e rëndësishme sikur të të tjerat. Si t'ja bëjmë, a është e vërtet që shfaqet anemia në këtë sezon ku ndoshta edhe çështja e ushqimeve, jetës na ndryshon pak, çështja e gjumit dhe të tjera. E para, me që po flasim për shëndetin e grave në këtë periudhë, po kjo ka sens mos ushqimi edhe të mashkuj, po për femrat kryesisht po them, është shumë normale që potencialisht çdo femër të ketë anemi për shkak të gjakderdhjeve mujore që ndodhin për shkak të ciklit menstrual, por gjithsesi është edhe ushqimi i rëndësishëm këtu shumë, po mendoj që femrat ose gratë për shkak të angazhimeve të shumta që i kanë, qofshin me punë, qofshin në shtëpi, qofshin me fëmijët, ato kanë më pak kohë të përkushtohen në ushqimet e pikrisht që përmbajnë më shumë sasi të hekurit. Kështu që edhe kjo ka një ndikim, por gjithsesi duhet kemi kujdes këtu, nuk është vështirë çdo ditë me konsumu ushqim, mish i kuq, mëlçia për shembull e viçit, pula,
peshku, veza, spanaci, këto aroret, arrat, bademat, farat, krejt llojet e farave, këto kanë sasi të hekurit. Të mundohemi që brenda ditës t'i shtojmë në për çdo racion, një sasi diçka bile nga ato t'i prekim të gjitha, ashtu që të kemi mos të vim deri në uljen e nivelit të hekurit, sepse nëse konsiderojmë për shembull që shohim një simptom, shembull siç është personat janë pak më të zbete, kanë një ngjyrë të lëkurës më të bardhë, ose mund të më ndodhë që janë shumë të lodhun, ose ndodh ndonjëherë që shumë bjen niveli i hekurit që kanë edhe marramendje, shembull kuputën flok, bim flokt. Kjo është një nga sinjalet që mund të kemi anemi që vjen prej mungesës së hekurit ose të feritinës. Asesi nuk duhet neglizhu, por atë drejtohemi në qendrat e mjekësive familjare, ku është specialisti i mjekësisë familjare, edhe të bisedojmë me ta pastaj për analizat tutje. Sot është lehtë, sot kemi edhe teste rapide që mund blehen në barnatore dhe që cilat kanë kogja saktësi të madhe që mund ta testojnë që parafërsisht ta marrin një feedback fillestar. Edhe nëse nuk kanë mundësi më shku te mjeku. Pranvera, gjatë kësaj sinet vjeshtës, virozat i kemi të përhapura mjaft shumë dhe besoj që gjithë e përjetojmë një lloj sëmundje, një lloj gripi që na bezdis mjaft shumë. Po ju si farmaciste, çka rekomandoni në vend të barnave se nganjëherë edhe i përdorim pa recetë mjeku? Çka rekomandoni që me përdor gjithë ata që vetë se po e kalojnë një grip të lehtë, po edhe imunitetin ndoshta e kanë të dobët? Mund kjo sezon hisë më pëlqen, se rritët shumë puna, se ka shumë virusa dhe bakterje. Po, unë e para që ka them, që ka rekomandoj, të mundohemi të evitojmë qëndrimet në grupacionet të mëdhaja në ambientet të mbyllura. Të mundohemi nëse pak diell kemi të dalim jashtë në ambientet të hapura, sepse këtu është forma e parë kur kemi mundësi kontakti për me u shpërnda virusi ose një bakterje potenciale. Andaj, çka duhet bëjmë, të mundohemi në sezon të dimrit edhe të vjeshtës, të konsumojmë ushqime të cilat përmbajnë vitamina dhe minerale, antioksidant me vitamin C, tash i kemi frutat, perimet që krejt kanë vitamin C, janë portokallat, janë limonat, është kivi në sezon që vjen, janë mandarinat për shembull, ka molla, ka vitamin C, pastaj janë mushmullat edhe pak, këto janë pasura shumë me vitamin C, gjithashtu të përdorim perimet të ndryshme, t'i kombinojmë, të pim supa ma shumë, të pim qaja ma shumë, qajnë me lonë mundze pak, me uftof pak, mandej me qitë limonin edhe mjaltën, jo në qaj shumë nëzet, për shambull, se aty konsiderojmë ne që po marim vitamin C edhe mjaltë, po humb efekti prej nëzetit. Që pim qaj, pranvera pati qaj me mëngjes. Nëse zgjuaj me pim një kafe. Nëse pim qajin ose supën, na rujmë energji. Se dimrit, që ka ndodhë me organizmin, kur është ftoft jashtë, trupi harxhon ma shumë energji për me nxe organizmin. Kështu që nëse ne servojmë lagje të nxehta, trupi e ruan qatë energji dhe mujna me shpërnda edhe për aktivitete tjera që na presin gjatë ditës. Kështu që gjithsesi është e rëndësishme të konsumojmë ushqime që përmbajnë thash vitaminën C pak ma shumë, sepse rrit shumë imunitetin, të bëjmë aktivitet fizik. Aktiviteti fizik rrit imunitetin, stimulon rritjen e imunitetit, gjithsesi edhe të kemi kujdes mos të ekspozohemi në për ambiente që janë të mbyllura edhe ka mundësi grupacionet të mëdha të jenë aty për të endur virusësh. E vërtet, do ta edhe një herë të kthejmë tek hormonët dhe gratë, ndryshimi i tyre, realisht nuk i marrim shumë seriozisht këto ndryshime që ndodhen në trupin ton. Na rekomando se si t'i vërim realisht që kemi probleme hormonale, cilat janë shenjat e para dhe ku të drejtohemi, si të menaxhojmë. Po e para, mirjet e tham shembull këto hormonet e lumturisë është serotonina dhe dopamina. Ato rritën me aktivitet fizik. Lirohet shumë, tash ka sintetizon, trupi krijon, po me mosh krijon ma pak. Edhe rritën me aktivitet fizik. Pra, të bëjmë aktivitet fizik. Aktivitet fizik konsiderohet edhe një ecje, shumë e thjeshtë. Mas dite, vere dikon, dilni hecni bashk, 5 kilometra. Edhe bisedani. Edhe knaqemi, muhabete, edhe bëjmë 5 kilometra, edhe në këtë formë stimulojmë prodhimin e këtyre dy hormoneve të lumturisë. E dyta,
ndryshimet që vinë me kohën organizëm, tash trupi prodhon ma pak, prodhon ma shumë, për shembull estrogenin, progesteronin, me mosh, kalojmë në përfazën e fillimit të menopauzës, është menopauza, po pra dhe post-proceset, kështu që dhe këto duhet pajtohemi me ato që trupi ndryshon, por pra po them me ushqime kemi mundësi të ndihmojmë trupit me rrit prodhimin e hormoneve. Suplimentet, sa ndihmojnë për shembull në menaxhimin e këtyre afshëve të nxehta dhe nështë edhe ka suplemente, ka qaja, por gjithsesi ato duhet të mirën në barnatore, të konsultohen me farmacistin ose me mjekun. Kështu që ato patjetër duhet me rekomandime, sepse edhe ato suplemente të cilat i krijon industria, ne kemi mundësi me ushqime i marë. Edhe pse jo, të konsultohen me njerëz kompetent, mundemi me ushqim me i zaventu, s'mujna me ndru hormonet, na nuk mujna me trupin me bo qysh është 40 vjet edhe 50 vjet njëjtë, nuk bohet ajo punë, hiç s'ka sens kjo punë, por të paktën duhet ta mirëmbajmë. Aktiviteti fizik, ushqimi janë dy komponentet shumë të rëndësishme, edhe konsultimi me profesionista. Kjo është kryesorja. A e shënë rritjen e vedijes në përgjithësi të shoqërisë tonë, në mirëmbajtjen, në menaxhimin e stresit, të ankthit, pse jo dhe të hormoneve, rregullimin e tyre? Qatë përvojës që ke? Mirjet unë e shoh që ka dëshirë për mirësim të prej njerëzve, për edukim, për me marrë informacione, po fatkeqësisht, po kthejmë edhe po e them, sot në këtë qasje kaq të lehtë në për rrjetet sociale, vjen keq që po e them, po ka shumë njerëz jo kompetent, fushat e caktume, posaçërisht për këto fushat, të cilat japin dezinformata, do me thonë vetëm dezinformojnë. Edhe vjen keq prap, por njerëzit që kanë problem, që kanë hall, ata tentojnë të besojnë, sepse ajo është emocion, e kuptoj edhe njerëzit që e besojnë atë informacion të gabuar, por gjithsesi që ka shumë e rëndësishme që njerëzit kanë fillu të vedisohen ma shumë, mi shoh pacientët që vinë, kanë vedije ma shumë, dojnë ta marrin informacionin e sakt, ka rëndësi për shembull përpara s'ka pas rëndësi veç ka ardhe ka kërku një antibiotik, tash nuk vinë me kërku antibiotikun, se e kanë kuptuar që nuk ipët pa recetën e mjekut, kështu që e shoh që kemi një rritje të vedijes, por gjithsesi mendoj që duhet të edukohemi edhe pak, ku ta marrim burimin e informacionit, duhet ta kemi shumë të saktë. E vërtet, nëse nuk edhe diçka për thëmë, për fund për shikuesit tanë, unë të kisha falendëruar për ardhjen dhe kohën që ke gjetë me shumë angazhime që jeni. Faleminderit edhe për juve shumë. Me që po flasim për temën e femrës, trupi femrës ndron, e dim që ndron për gjatë gjithë jetës, ka fazat, 3 faza shumë të rëndësishme në jetë, po gjithsesi të trijat janë shumë të menaxhueshme, vetëm duhet kemi kujdes, të lexojmë pak më shumë, të konsultojmë me njerëz edhe janë të menaxhueshme, por aktivitetin fizik dhe ushqimi gjithsesi është prioritet. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. Ishte shumë kënaqësi. Anita, çfarë na ke përgatitur për sot? Ne e përmendëm këtu pra për dezinformimin, se si po i përdorim rrjetet sociale dhe po keq informohemi nga persona jo adekuat, pra edhe materiali i dytë ka të bëj me këtë pjesë, pra se si po i keq përdorim rrjetet sociale dhe nuk po dim t'i shfrytëzojmë ato në mënyrë të duhur. Kjo lidhet pra edhe me temën që e kemi pas pak në pjesën e dytë, ndërsa për pranverën e patëm edhe këshillën ku lidh tamam mirë me virozat që vetë i diskutuam këtu bashkë me pranverën, edhe pjesën e dytë po e presim që do lidhet me rrjetet sociale. Me padurem, po shumë bashkë këtë material, rikthehemi në pjesën e dytë. Rrjetet sociale sot janë bërë pjesë e pandashme e jetës sonë. Ato na lidhen, na informojnë, na japin zë dhe hapësirë për të shprehur mendime. Por njëkohësisht ato kërkojnë nga ne përgjegjësi dhe vetdije në çdo gjë që postojmë, ndajmë apo komentojmë. Jo çdo informacion që shohim online është i vërtetë. Prandaj, para se ta shpërndajmë diçka, le të ndalemi për një moment dhe të pyesim veten. A është burim i besueshëm? A mund t'i bëj dëm dikujt ajo që po ndaj, apo përhap vlerë, apo thjesht zhurmë? Në një kohë ku lajmet e rreme dhe gjykimet e shpejta përhapen me një klik, ndërgjegjja është mbrojtja jonë më e madhe. Përdorimi i duhur i rrjeteve sociale nënkupton respekt, empati dhe përgjegjësi, sepse pas çdo ekrani qëndron një njeri i vërtetë.
rrjetet sociale duhet të jenë hapësira për ide të mira dhe bashkëbisedim të ndershëm, vend ku përhapim dije, dashuri, frymëzim dhe kulturë, mjet për të ndihmuar, jo për të gjykuar. Çfarë s'duhet të ketë në rrjetet tona? Gjuhë urrëtie apo bullizim? Lajme të pavërteta e manipulime, krahasime të rreme që dëmtojnë shëndetin mendor. Le të përdorim rrjetet për të ndërtuar, jo për të shkatruar. Të ndajmë fjalë që motivojnë, përmbajtje që informon e momente që frymëzojnë. Në fund të ditës, rrjetet sociale janë pasqyrë e asaj që jemi. Le ta bëjmë atë pasqyrë të ndritshme, të sinqertë dhe njerëzore. Nëse po kërkoni një vend ku profesionalizmi dhe kujdesi njerëzor bashkohen në mënyrë perfekte, Klan Kosova ju sjell spitalin e duhur, Sante Plus. Një qendër moderne me shumë pika në vende të ndryshme për kirurgji plastike, estetike dhe kujdes shëndetësor, me standardet më të larta europiane sa më afër jush. Në Sante Plus, çdo detaj flet për cilësi, ambiente të pastra, të rehatshme dhe të dizajnuara për t'ju ofruar qetësi e siguri maksimale. Jemi rikthyer përsëri në Maqedoni. Besoj tashmë nga pamjet, veç se po e dini se ku ndodhemi. Afër kemi klinikën europiane të syrit, ku veç se kemi sjellur pra shërbimet kryesore dhe largimin e dioptrisë në këtë klinikë europiane të syrit këtu në zemër të Shkupit. Ndërsa sot, gjendemi tek një spital tjetër, Sante Plus, i cili ofron shërbime të tjera ndryshe nga kujdesi i syrit. Ne do e vizitojmë spitalin dhe t'ju tregojmë të gjitha shërbimet e sidomos atë të kirurgjisë plastike. Ky spital bashkon një ekip mjekësh me përvojë të gjatë ndërkombëtare, kirurg plastik dhe specialist të lëkurës që punojnë me pasion dhe përkushtim për të realizuar ëndrat tuaja me profesionalizëm të lartë. Ben Profesör Doktor Birgül Asuman Sevin. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Spitali Sante Plus ofron shërbime që nga viti 2016. Siç e dini, është një nga spitalet e pakta private këtu. Është shumë i pastër, i bukur dhe i besueshëm. Jam shumë e lumtur që punoj këtu. Në spitalin Sante Plus nuk ofrohen vetëm shërbime të kirurgjisë plastike, por edhe kirurgji e përgjithshme ORL, pra vesh, hund, fyt, ginekologji dhe sëmundje të mushkrive. Plastik cerrahi biliyorsunuz saçın telinden, ayak telinden. Kirurgjia plastike, siç e dini, merret me të gjitha problemet e lëkurës dhe indeve në lëkurë, nga fijet e flokut deri te thonjtë e këmbëve. Është një fushë shumë e gjerë. Ndërhyrjet më të kërkuara janë operacionet e hundës, estetika e gjoksit, tërheqja e barkut, liposkusioni, liftingu fytyrës, fox eyes apo sydel, pra një term që përdorim edhe në turqisht, edhe estetika e çepallave. Këto janë ndër më të kërkuarat. Kirurgjia plastike nuk është vetëm për gratë, bëjmë ndërhyrje edhe te Tek burrat, kërkesat më të zakonshme janë operacionet e hundës, ndërhyrjet për zoglimin e gjoksit mashkullor që quhet ginekomasti, liposkusioni, madje edhe tërheqja e barkut. Siç e dini, njeriu është një qenie shoqërore, për të ecur përpara në jetë apo në karrierë, ndonjëherë duhet të dukesh mirë. Prandaj, gjithnjë më shumë njerëz kërkojnë ndihmë nga kirurgjia plastike. Ka një gjë shumë të rëndësishme. Ashtu siç pacienti ka të drejtë të zgjedhë mjekun e vet, edhe ne mjekët duhet të zgjedhim pacientët tanë. Pacienti duhet të ketë një gjendje të shëndetshme psikologjike. Ndonjëherë kërkojmë edhe konsultë psikiatrike, sepse disa njerëz fiksohen pas një detaji dhe kërkojnë ndërhyrje të panevojshme. Disa madje vinë me një foto dhe thonë, dua të duken si kjo. Kjo nuk është e drejtë. Në raste të tilla, më mirë është ta refuzosh pacientin. Pajisjet më të avancuara teknologjikisht sigurojnë ndërhyrje precize, rezultate të shkëlqyera dhe një proces rikuperimi më të shpejt.
Sytë më të tërhequr janë intervenime estetik që ne femrat e kërkojmë më së shumti që na duken më bukur sytë. E këtë intervenim e përfundoi tani më doktoresha që vetë se e përfundoi atë për 30-40 minuta. Këtu afër e kemi doktoreshën që do na tregojë edhe më shumë procesin se si shkoi gjithë kjo operim. Evet, bu prosedür ne de Fox Eyes ya da Almond Eyes ya da Cat Një nga ndërhyrjet më të njohura sot është procedura e Fox Eyes apo syl del, pra që quhet edhe Almond Eyes ose Cat Eyes. Është shumë në modë sidomos te të rinjt. Operacioni është i shkurtër, bëhet me anestezi lokale dhe qetësim të lehtë. Ne e tërheqim pjesën e syve lart me qepje të brendshme, pa dëmtuar indet e tjera. Pas ndërhyrjes mbetën vetëm një vish shumë e vogël qepje e fshehur në lëkurën e kokës. Në fillim pacienti mund të ndjejë pak para atij ndonjë fryrje apo parregullsi, por të gjitha këto janë të përkohshme. Brenda një muaji e gjysmë ai do të arrijë pamjen që dëshiron. Nga ndërhyrjet estetike të fytyrës dhe trupit, Sante Plus është destinacioni ideal për ata që kërkojnë rezultate natyrale dhe afatgjata, aty ku çdo pacient trajtohet me respekt, kujdes dhe vëmendje të veçantë, që nga konsultat e para deri te kujdesi pas operacionit. Jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë, por kësaj radhe do të ndryshojmë krejtësisht temën. Do flasim pra për një vendim të Kinës, i cili ka marrë pra ka ndaluar influencerët të flasin për tema që nuk kanë studiuar madje, parashikon edhe gjoba për ta. Si duhet ta kuptojmë nëse ka të bëjë me iderinë e shprehjes, apo është një gjë e mirë që është duke bërë, nga se edhe tek ne pothuajse çdo i dyti person mund të jap mendim në studiot televizive për atë si çfarë nuk janë kompetent. Andaj këtë temë do ta flas pra me Labinot Konushevcin, sociolog. Labinot, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, falem. Faleminderit që ke gjetë kohë të jesh me ne. Si e keni kuptuar ju këtë vendim realisht të Kinës, ka të bëjë me mbrojtjen e publikut nga dezinformimi apo si? Po ndonë se Kina është një shtet, kështu që funksionon si model pak më komunist dhe më autoritar. Megjithatë, këtë vendim e kam pa në këndvështrim shumë pozitiv, i cili tingëllon kështu si një vendim i cili do të krijonte një farë balanci në tregun medial, edhe do të mund të aplikojë edhe në Evropë, pse jo edhe në Kosovë, sepse aktualisht jemi duke jetuar me një shoqëri ku standardet vlerore, kulturore kanë degraduar sidomos në tregun medial, sepse nëse dikur kriteret ose standardet për të bërë një artist i shquar ose një autor shkrimtar i shquar ose çfarë do profili kanë qenë shumë të larta, sot ekziston mundësia që secili të shndrohet në një pseudo artist, në një pseudo shkrimtar apo pseudo intelektual, sepse është një treg i madh i hapur medial, i cili krijon varësi ose varet nga senzacioni, nga lufta për klikime, lufta për tirazhe, dhe është një mundësi kështu e barabartë, një armë e fuqishme që disponon secili në dorë, mirë po që pastaj e keq përdorin sidomos njerëzit që nuk janë inkompetent. E vërtet. Atëherë si shpjegoni ndikimin e madh që kanë influencerët sot kudo në mediat sociale dhe rrjetet? Ata kanë ndikim jashtëzakonisht të madh, për shkak se ne njohim dy tipe të shoqërive. Në shoqëritë e emancipuara dhe të qytetruara, shoqëritë e tilla domethënë prodhojnë shkencëtar, prodhojnë inovator, prodhojnë intelektual, ekspert, profesionist të shquar, ndërsa shoqëritë me standard ulët kulturor prodhojnë më shumë domethënë influencer, youtuber, blogger të tillë, të cilët kanë ndikim në opinionin publik, për arsye se këta kanë një armë të fuqishme, dhe ajo armë është audienca, është turma. Pra këta operojnë me psikologjinë e turmave të njerëzve. Nuk është se kanë ajo audiencë kështu shumë, si me thonë, kulturalisht të emancipume, mirë po këta e përdorin psikologjinë e turmave, dhe më thonë, turmat janë ato që besojnë instinktivisht, jo në mënyrë racionale, jo në mënyrë të logjikshme edhe jo në mënyrë kritike. Ata besojnë
dhe nuk janë të prirur mi verifiku lajmet, informacionet, ose të vërteta që imponohen. Ndikimin e kanë shumë të madh, sepse përpiqen me zëvendësu autoritetin e vërtet shkencor. Për shembull, të prindit ndonjëherë dhe akt tradicional. Rënimi i autoritetit prind si autoritet tradicional. Mësuesit. E zëvendëson po ashtu mësuesin, profesionistin shëndetësor dhe çdo kush që ka kryer një kualifikim, ka një background shkencor, e ka një përgatitje, është kompetent dhe ka kaluar për disa filtra akademike, intelektual, plus e ka një përvojë. Domethënë krejt këto nuk janë referencë për një turm e cila e konsumon në mënyrë të verbër, në mënyrë imituese, domethënë një influencer i cili ndonse mund të ketë numër të madh të followersave. Është ai reale ato. Pastaj ajo tjetër është që sa janë reale, pra sa korrespondojnë me të vërtetën, a janë të verifikueshme atë marketing që mund ta bëjë apo një do thot mesazh që mund të jap. Tek ka shumë influencera të ri, madje edhe moshave të reja që vetë po hyjnë në tregun e rrjeteve sociale edhe gjithë secili flet diçka. Ka shumë prej tyre që fakt ndoshta edhe janë të mirë se tregojnë një përvojë tyre personale, por nuk e këshillojnë dikën se çka më bën, nuk e merr një profesion pra për me këshillu. Nuk e marr atë barë për me fol për diçka që nuk ka pra njohuri. Po shumë prej tyre edhe i tregojnë ndoshta veç përvojat personale që i kanë edhe i ndihmojnë dikujt që mundet me kalu një fazë të njëjtë apo diçka të tillë. Po kemi edhe prej ata që dezinformojnë, japin informata këtë tërësisht tjera, edhe shumë prej tyre publiku, audienca i ndjek i sheh. E sidomos nëpër TikTok, TikTokun e kemi një prej rrjeteve sociale që më shumë po përdoret prej gjithëve. E vërtet, atëherë pse njerëzit kanë më shumë besim tek ta sesa tek profesionisti? Po kjo është edhe rezultati hulumtimeve që janë bën shoqëritë e zhvilluara, njerëzit më shumë besojnë në institucione, pra kanë vetëdije institucionale. Ata nuk janë ekspert, por realisht kanë ndikim. Ndërsa në shoqëritë e dopta të paemancipuara, jo të zhvilluara, si shoqëria jonë, njerëzit, shoqëritë turmat janë më të prirura me besu në kult. Pra e krijojnë kultin e liderit, kultin e një fytyra publike, po, dhe domethënë ja falin besimin. Edhe shtrohet pyetja pastaj si janë kriju këta, pra çka përfaqësojnë një numër i madh me përjashtime gjithmonë, sepse ka edhe të tillë që përçojnë ose reflektojnë mesazhe të mira, qofshin humane ose profesionale, mirë po një numër i madh i tyre, domethënë nuk është që përfaqësojnë ndonjë background, pra ju mungon backgroundi akademik, nuk kanë ai formim intelektual, nuk është që kanë kaluar nëpër filtra dhe nuk është që gjatë jetës së tyre janë ballafaquar me sfida, me përvoja kështu reale, edhe nuk kanë referenca shkencore, pra nuk citojnë, nuk përdorin referencë shkencore bazuar në një hulumtim të verifikueshëm. Edhe mbi gjitha kanë çrregullime të personalitetit, e kjo tash bie pak edhe në domenin psikologjik edhe sociologjik, sepse ata kanë një boshllëk të madh, të cilin tentojnë me plotësu përmes pritshmërive, përmes vëmendjes, sepse tentojnë me çdo kusht me rënë në qendër të vëmendjes, edhe me imponu shijen tek të tjerët, edhe me realizu ato pritshmëritë që i kanë, sepse për ta lumturia është të jesh fytyrë publike e popularizuar, që çdo veprim që e bën jetë me marr një feedback pozitiv prej të tjerëve. Atëherë kur duhet vendosur në farë mënyrë kufiri në mes të lirisë së shprehjes, nëse mund të themi, apo edhe dezinformimit? Tash është një vije holl mes këtyre dyjave. Se edhe kjo është diskutuar dje nëse po cenon lirinë e shprehjes një vendim i tillë kështu. Jo, nuk mendoj që cenohet liria e shprehjes, përkundrazi abuzohet me lirinë e shprehjes, sepse kemi të bëjmë me njerëz të cilët kanë ndikim deri në mirëqenien e njerëzve. Pra bëhet fjalë deri tek çështja jetë dhe vdekje, sepse ata përçojnë mesazhe ndryshme që në një farë forme munden me kriju iluzionet e njerëzit. Ka adoleshentët për shembull. Tek adoleshentët sidomos, rreziku më i madh është që këta influencerë krijojnë iluzione. Dhe iluzionet shpeshherë ata atyre adoleshentëve u humb sensin e realitetit. Pra ata e kanë besimin maksimal edhe të pa kompromis, edhe të pa kontestueshëm në një figurë, në një profil, ndonse nuk ja din biografinë reale të tij, ndonse ja din që ai nuk përfaqëson por indikuar edhe për asaj opinionit publik, perceptimit publik që krijohet për ta, sepse këta glorifikohen shumë, rriten shumë, edhe marrin merita të pa merituara, pra të pa vlefshme ose të pa jo të sinqerta.
dhe është dhe më thonë munges seriositeti, sepse kjo pra nuk ka të bëj me lirin e shprehjes, për kontrazi as nuk tingëllon si cenzur, nëse mund të quaj kështu, po është një cenzur pozitive, kuptimin që vendos rregulla të lojës, vendoset kufiri, edhe këto thjesht e bën njerëzit që janë profesionistë edhe ligjor, edhe shkencor, sepse janë disa parametrat që na duhet me pas, sepse kemi pas shumë viktima të influencerëve në jetë. Pra nuk po flasim vetëm për viktima kështu që përfundojnë me vetvrasje ose në ndonjë formë tjetër klinike, mirë po kemi vetvrasje kulturore, përderisa ai ekonomike. Edhe ekonomike po ashtu, sepse futen në për tregje që janë, si me thonë, skema piramidale dhe pastaj falimentojnë, ose krijojnë iluzione për profile caktume, ose thjesht prishin ose shkatrojnë marrëdhënie me njerëz, me grupe, me institucione, të ndikuar nga opinioni që krijon një profil i cili është shumë i fuqishëm deri në lider shpirtëror. Pra këta shndron nganjëherë edhe në lider shpirtëror, edhe kjo është një fatkeqësi e madhe sepse korruptohet shpirti, korruptohet ndërgjegja, korruptohet besimi edhe humb sensi i realitetit. Në aspektin social këto janë dëmë, do të thotë që mund t'ia sjellë shoqërisë një marrje këshille nga jo adekuate nga ju ekspertit e ekonomisë, të kulturës dhe të tjera? Po, sigurisht. Për shembull, gjatë periudhës 2015-2017, kam qenë dhe më thani pari në Kosovë, i cili kam arrit të intervistoj sociologët më eminent botës. Një numër i intervistave janë përkthyer në 17 gjuhë, përfshi edhe gjuhën shqipe, po edhe gjuhë tjera botërore në një revistë prestigjioze, dhe po e marr vetëm si shembull të përvojës personale për me tregu që pavarësisht jehonës që ka pas një përvojë e tillë, këto intervista nuk është që janë konsumu ose nuk është që janë bërë lajm viral në shoqëri. Pavarësisht që kam arrit me sjell pak një opinion të ri për Kosovën nga shkencëtarët më të njohur të sociologjisë, mirë po prapë kjo nuk është pikë reference për turmat e tilla, për adoleshentët e tillë, për një gjeneratë e cila e don lajmin e shpejt, edhe kërkon gjithçka shpejt, lehtë edhe suksesshëm, domethënë pa mund, pa sakrificë, pa verifikim, pa përvojë edhe pa dështime, domethënë gjithçka e gatshme, gjithçka e orkestruar edhe gjithçka që bëhet pa mund, pra pa sakrificë. E vërtet, më fal Anita, ndoshta është shumë e rëndësishme që edhe fëmijët tonë t'u mësojmë këtë mësimin mediatik, shkollën mediatike nëpër shkolla, për shkak që ata janë më të rrezikuar se ta marrim një informacion jo të saktë dhe jo nga kompetentët. Po, pra duke qenë se sistemi publik i arsimit ka dështuar dhe një ndër ato vrimat ose ngërçet e këtij sistemi është mungesa e edukimit medial. Një prej lëndëve që mas shumti do të kisha me avoku ose me promovu është edukimi medial nga profesionist medial, edhe profesionist sociolog edhe psikolog që e njohin domethënë mënyrën se ç'është funksionon një media, edhe çka do të thotë edukim medial, ku dallon e vërteta nga propaganda, ku dallon origjinali nga kiçi ose imitimi, ku dallon lajmi i rrejshëm nga lajmi i vërtetë, ku dallon profesionisti dëshmuar nëpër institucione të caktuara nga një pseudo profesionist i cili ka arrit me u kamuflu, me u masku, edhe me u prezentu si i tillë edhe me u admiru prej masës, sepse këta kanë edhe admirus, adhurus shumë të flakt, edhe pra një dallim të tillë besoj që edukimi medial do të kishte me bë, nëse sistemi publik i arsimit do ta kishte pas prioritet, që s'e ka. Jo. Evina, si mendojnë që ish prit tek ne në Kosovë një vendim i tillë, nëse vetë se ish ndalu edhe kish ardhur ky ligj? Unë mendoj që shumë prej emrave nuk i kishim po mo në rrjetet sociale. Dhe as në media. E vërtet, nashta kjo pyetje dhe ky lajm, besoj që e ka shtuket, si më thonë, intensitetin e lutjeve. Po, intensitetin e lutjeve tek këta influencer që urojnë mos duhet të na, sepse pastaj falimenton gjithçka dhe është e vetmja kartë, ose si me thonë, i vetmi prestigj me të cilën ata funksionojnë. Kjo që kish me u prit, kjo kish me qenë diçka pozitive, mirë po kjo don kontroll të madh dhe don kontroll jo arbitrar, po kontroll profesional, po nuk është ideja këtu që me i lanë disa njerëz pa punë sepse ata dhe fitojnë dhe janë shndruar edhe në profiter, kanë të ardhura të majshme, edhe ndoshta një numër prej tyre nuk paguajnë tatim, nuk i deklarojnë të ardhurat. Pothuajse, edhe kështu që kjo kish me ndiku natyrisht në aspektin shoqëror të përgjithshëm kish me qenë shumë pozitive, sepse na e kishim rujt shëndetin mendor të njerëzve. Pra,
Kjo është ideja, nuk është ideja që po i penalizojmë ata dhe po thjesht po vendosim kushte. Nuk mundet gjithkohë me lut çdo rol edhe me dalë me fol pa kompetencë. Të gjitha temat po thuaj. Për gjitha temat, në fakt ai nuk është kompetent për asgjë. Pra nuk është i profilizuar për asgjë, thjesht ai merr informacione, si më thonë, të fragmentuara. Merr fragmente, merr informacione me gjysmë të vërteta, merr po ashtu konspiracione. Nashta merr edhe diku një të vërtet, si një figurë 50 me ja bashkangjit, mirë po është një farë lloj kokteli i madh i informacioneve të pavër, është një farë rëmuje. Edhe ata munduan ato me paraqit si një të vërtet, edhe fatkeqësisht konsumohet si e tillë. Unë falenderoj që ishe sot me ne. Kemi shumë çka për diskutuar, do elim një herë tjetër të flasim tematik të tjera. Faleminderit shumë edhe imja gjithashtu. Dhe ju dëshiroj ditë mbara, një faleminderit për kontributin, të nderuar shikues, ju ftoj të qëndroni në tutje me Klan Kosova. Ne do të takohemi me tema të ngjashme javëve të ardhshme. Mirupafshim.